Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka zhvilluar një aksion për shembjen e objekteve të ndërtuara përgjatë rrugës Arbrit. Aksioni ka vazhduar me shembjen e objekteve që ishin ndërtuar nga rreth rrotullimit në fshatin Fshat dhe në të gjithë segmentin e Xibrit. IKMT ju dha kohë pronarëve që të bënin çmontimin e objekteve në mënyrë vullnetare, ndërsa në fund hyri me prishjen e konstrukteve. Shumë prej objekteve ishin në konstrukt të çmontueshëm, por pati edhe objekt të ndërtuar me beton hekur, edhe në këtë rast IKMT veproi me të njëjtat mjete për ta shembur. Banorët nga ana e tyre e quajtën të padrejtë këtë aksion të IKMT-s pasi sipas tyre, ndërtimet nuk synonin hapësirën publike pasi ishin më larg në distancë nga rruga nacionale se sa minimumi përcaktuar nga ligji në fuqi. Megjithatë, ata nuk i bënë rezistencë këtij aksioni. Mu më kanë vendosur 1,5 milion lekë të vjetra, domethënë, jo për arsye se un kam pas thjesht kontinjer, edhe nuk kam pas bë as beton, as gjona, domethënë, janë me kama druni, me gjona. Po ku më gjerë 1,5 milion lekë una, em trezi. U ta kisha ditë nuk ka konfun fare. Unë s'u nxjerrin kafe më burr, ku ka, kujto se ka atë punë. Ai vjen ato pa tek klip vani 1,5 milion lekë gjop. Kjo është turp. Është absurde. Na për buk negos po punojmë. Për çfarë erdh kjo rrugë? Erdh për resort, për t'i dhënë zhvillim kësaj zone. Kanë ardhur natën bashkia, pa pik turpi, tu presh ta kiosë se shesin domate, shesin patate. Ai është shtet, hajde mos u tri preshë ditën. Apo thjesht të vinë një i madh i qeverisë në me demek, si më të bën amnazi natën. Për mbrëmi kanë larguar në orën 1 gjys 2 natë, kanë ardhur si huta pule, jashtë pashin tu vjedh, ka një ligj, ka një shtet, hajde zotri, mos um ligj që unë shes, që sa bërim aksidenti. Jam dakord, bërim aksidenti janë, me bë rregull. Me jep një zhvillim për zorin. Po çfarë u bën kjo rrugë? A u bë për këtë banor për të hasë përpara për të zhvilluar? Po shoh bakut më mirë të ishin pa rrugë. A di se ikshë malit natë mirë. O burra me demek, ndërsa qeveritarët ato resorta më ndërtojnë ka den ato. Ajo thot projekti 1 euro thot më e mor këtë malin. Kurse na për çap na buks, vje burri boc, vinë zbarkojnë turë 300 policë. Po ka 25 vjet unë, a kom pas lokali qum zall ku ka qenë atje. A kom pret 7 herë ka haj ujtim lum. A kom pret me forca dhe me mun. Me kit barake nxjerrshim një kafe për të bajtë familje. Tani erdh kjo rrugë, shqyrësi erdh kjo rrugë. A kemi liru gjokën konstruksion, a kemi liru s'kemi marr një dëm shpërblim. Kuj ka ras kemi marr asin lek. Hasa tu bë rruga për ne, shqyrë zotit. Dështë dalin të burta bës sot s'duhet rrugë, hisni të barake, hisni to si kemi bënë, edhe vdisni ju dalim shirë. S'kam ku më ndërtu se ky leje stjep, certifikat stjep, letat rrin në kadastër. Kadastra nuk vepro, se unë jam dakord çket marr lejen ta ndërtoj prap. Unë hapësirën kam 35 metra, 40 metra më larg. Po ky thos s'ka leje ndërtimi. Çfarë leje ndërtimi do i ke kontinjer? Çfarë leje ndërtimi do një rolot kur i to shat një kafe? Çfarë leje ndërtimi? Jam 25-30 metra larg gjatës. Unë s'kam zonë hapësirë publike. Pra qeveria dhe shteti duhet i shohin to zona. Aksioni për shembjen e objekteve të ndërtuara përgjatë rrugës Arbrit u zhvillua nga Inspektoriati Rajonal për Qarku Ndibër, mbështetur nga inspektorët e Drejtorisë së Përgjithshme.